Zotni, Pilinçi apo Berisha, kush është rreziku më i madh i Edi Ramës? Edhe je kush? Berisha, Sali Berisha, apo Pilinçi, ky kryeministri i ri, është kryeministri i ri që është. Rrezik për Edi Ramën? Po, për Edi Ramën. Ma, sa të ketë shumë figura është kundërshtare, sulet e? Nuk ulet, ëh? As ky Pilinçi jo? Mos. Berisha sa po 16 vjet. Po s'ka rëndësi, mund të bëhet 100 vjet, po që i zoti. Jo, që mundohet. Po 16 vjet Merkeli. Po e kokën kapelen në bota. Kujt? Edi Ramës. Jo, Edi Ramës, jo, them për atë. Por Merkeli. Merkeli. Ande 16 vjet. Po. Po, i ku ndaruar. Po. Tash dal sa milicë, sa pilicë, sa këta. Nuk i ashtu fare. Ky do rëzoj Edi Ramën? Kush? Ky po flet. Rëzohet me këtë Edi Rama? Me çfarë rëzohet Edi Rama? Ka shku me bukur. Te më bukur ja. Po çfarë do të thonë Edi Rama? Edi Ramën e rregullojnë, e rrezojnë, ata i rrezojnë Enver Hoxhën. Pra një grup intelektualesh, po mos e kemën ke bërë këtë veta. Tash çfarë të mundosh? Do humanizmi ka punë. Do njerëzillëk. S'ka pasërti, nuk ka sen Përbëreshina e çoj ka sen Përbëreshina e çoj partia komuniste, e çoj në Rusi për të bërë aktor në shkollë. Dhe atje pedagogu njëri tha, realizmi socialiste kështu është ai që bëri këtë Berdaj edhe. Realizmi socialista djalini tha Homeri s'ka qenë socialisti tha. Kasemi, komunist. Po. Le mënuan e paketone sollën. 30 burg. E drojnë pushkatim, pse se doli këtu ke parxhin panjor ka qenë këtu, doli aty tha në Roxha ta ka gabim. Dhe i bëri letër. Me këtë rrugë që nis do vrasësh popullin tënd. Duke qenë komunist. Po. Dhe kur doli në 90 nga burgu, e mori Zerin Akukja në intervistë aty i tha, po ti tha, je antikomunist i parë shqiptar, tha, pse nuk bashkohesh me Lidhjen Demokratike? Po. A shikoj dhe ai zonjë. Shqipërinë e ka dorë politikanët. Kur të marrojnë ta punë, tha, do e marrin ekonomistët. Kur të marrojnë punë dhe ekonomistët, do marrin intelektualët. Unë i takoj ti kategorisë së treta, s'ka mosh të arrihet. Po tani ku jemi sot kush e kanë? Po politikanët e kanë apo e? Mos e s'do, hajdut akoma. Ore, bet Trumpi presidenti i Amerikës? Pse bet? Ai ka miliarda. Pse bën? Pra, Pasaniku e ka hobi politikën dhe bigjozin. Kurse ne bëjmë politikanë pasurojmë. Po, dhe ka interes. Ka interes për të mbrojtur edhe pushtetet e tij dhe për të forcuar. Edhe mua që shes dënglet tash, po ngurë kryetar bashkie, unë rregulloj shtëpinë time një rregull. Se unë s'kam shtëpi. Unë me ndërte me ashtu të grisme. Pra nuk hyet në politikë për të pasuruar. Në politikë syt pasuruar, po hyre kështu ka marruar punë. Varfëria thot doli të bën xhandar. Të bën xhandar varfëria, nga hall të vesh bëj xhandar. Ama pa dituria të bën reaksionar, shkatron popullin tat. Po të pa ditur apo? Pa ditur të koqenari. Më falë që... Jo... Asa e paslandi, po. Ashtu të vjenë. Bravo që ti fletë realitetin. Ja, mo kjo është e vërtet apo gjatë.